Një aksion i befasishëm kontrolli është zhvilluar në burgun e Durrësit, pas informacioneve të siguruara nga strukturat operative dhe analizës së riskut. Operacioni u zhvillua në orët e para të mëngjesit, me pjesëmarrjen e forcave speciale të Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ku u ushtruan kontrolle në ambientet e brendshme dhe të jashtme të institucionit. Gjatë aksionit u gjetën dhe u sekuestruan 3 celular tip iPhone, të ndezur dhe funksionale, dhe një palë kufje Bluetooth. Sipas njoftimit, njëri prej telefonave u gjet në posedim të paraburgosurit me inicialet Behar Gerguri, ndërsa 2 të tjerët, bashkë me kufjet, u konstatuan pa autor në ambientet e burgut. Pas kontrollit, u veçua i paraburgosuri Behar Gerguri, u hartua raporti i incidentit, u mbajt proces verbali për sendet e ndaluara. Materialet ju referuan strukturave hetimore për veprime të mëtejshme. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve deklaroi se aksioni është pjesë e luftës kundër futjes së sendeve të ndaluara në institucionet penitenciare. Kontrollet pritet të vijojnë me intensitet të lartë në të gjitha burgjet e vendit me mesazhin: zero tolerancë ndaj shkelësve.